Ka qenë një djalë i ri i ardhur nga Kosova, 37 vjeç, me tumor shumë të madh. Pa e kuptuar fare, një pacient i pa diagnostikuar, ishte goditur me top dhe kishte bërë rupturë të tumorit dhe hemorragji masive dhe tek ne ka ardhur diku nga ora 8 e darkës. Kemi lënë gjithçka, jemi nisur me shokët e mi, jemi futur në sallë, imagjino, me tensionet e 3-4, me ilaçe noradrenalin që suportoi periferia, kupton, pacienti takikardik, ishin administruar diku te 4-5 flakon gjak në momentet që ne sa arritëm në spital. Pra jemi futur në midis jetës dhe vdekjes, pra limiti ishte ndante një cak shumë i vogël. Është hapur barku dhe vetëm dilte një gjak në sasi, sigurisht e lum, jo gjak, aq sasi e madhe. Dhe neve paraprakisht kishim vendosur një kateter central të hemodializës. Dhe vinin flakon të gjakut nga banka, nuk pa i mend, ky mund të ketë marrë ndoshta 30 flakon gjak. Dhe ne jepshim me shërim 50 ml për gjakun gjatë gjithë kohës. Dhe ndërkëto është futur një nga ekipi i mjekëve i vjetër, i urologëve, i cili filloi pra ato, të themi, kirurgjinë e luftës, pra duke hequr copat e tumorit, duke arritur dhe klampuar arterien. Shikon diku te ndoshta 8-10 litra gjak, të humbura vetëm tek aspiratorët, dhe bën një pyetje, ore sa litra gjak ka njeriu? Kemi ne 4-5 litra. Thotë është e pamundur. Aktualisht djali jeton me një shëndet të plot.